sot pas incidentit të dieshëm të cilët juve e keni parë videon dhe njerëzit kanë qenë në ndjekje në fshat, në një zonë rreth 1 kilometër larg qendrës ku pretendohet që kanë qenë. Në momentin që kanë shkuar aty, njerëzit që kanë qenë brenda kanë dalë jashtë dhe kanë kërcënuar njerëzit tanë. Ne, të gjithë njerëzit janë vullnetar, nuk ka në mënyrë më absolute as edhe një armë, as armatim, as probleme të kësaj natyre. Policia të bëj punën e vet, por unë jam dhe i bëj thirrje policisë së Lezhës në vend që të merret me krimin elektoral dhe të ndjek personat të cilët sot po intimidojnë dhe janë sofistikuar mënyra se si po veprohet në lidhje me blerjen e votës. Dhe unë kam informacion. Faturist të OSHE-s, elektricist, kryepleq të fshatrave të cilët janë emëruar në kundërshtim me ligjin, nuk janë zgjedhur. 3-4 ditë përpara në Manati një ambulancë me punojës të OSHE-s ka shëtitur në Manati dhe në Barbulloj. Ne kemi vëzhguar dhe kemi njeh nga mbrapa. Ne po detajojmë çdo moment i cili ka të bërë me blerjen e votës. Ne kërkojmë që spaku ne mos të kthehemi në organ hetimor. Duam që organet të cilët janë ngarkuar për krimin zgjedhor dhe bëj thirrje prokurorit i cili është ngarkuar që mos bëj të njëjtën veprim që bëri në Elbasan meqenëse se është saktuar në qarkun e Lezhës. I bëj thirrje zotit Paci të hiq dorë nga imagjinatat e pistoletave imagjinare të cilët ai ka në trunën e tij dhe të dalet bëj fushat i qetë, por mos të vjedh vota.